Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta reagoi për herë të parë pas humbjes në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në rrjetet sociale, Meta, i cili nuk arriti të zgjedhej deputet, falenderoi 8.000 qytetarët që e votuan, të cilët sipas kryetarit të Partisë së Lirisë i rezistuan presionit të narkoshtetit. Në këtë reagim të parë, Meta sqaroi se do t'i bindet vullnetit të qytetarëve, do të qëndrojë jashtë parlamentit, duke theksuar se asnjë prej kandidatëve të Partisë së Lirisë nuk do të dorëzojë mandatin në mënyrë që ai të bëhet deputet. Dua t'i siguroj të gjithë se Ilir Meta, që nga viti 2008 ka luftuar për përfaqësim vetëm nëpërmjet vullnetit të lirë dhe të hapur të qytetarëve, dhe si pasoj nuk mundi të pranoj asnjë marifet apo zgjedhje pragmatiste që shkon në kundërshtim me kauzat madhore për të cilat unë kam luftuar dhe do të luftoj gjithmonë, sqaroi kryetari i Partisë së Lirisë. Ilir Meta ndodhet në burg prej tetorit të vitit të kaluar pasi po hetohet për korrupsion. Kryetari i Partisë së Lirisë garoi në listën e hapur të koalicionit të opozitës, por nuk arriti të zgjidhet deputet. Ai mori më pak vota se Jorita Tabaku e Ilir Ali Mehmeti, duke u renditur i treti.